Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do të flasim për censusin e shpendëve, i cili organizohet çdo vit në të gjithë rajonin. Edhe për të folur për këtë, kam të ftuar këtë mëngjes zotin Agim Darda, specialist i natyrës. Mirëmëngjes i nderuar, faleminderit që je këtë mëngjes me mua. Faleminderit për ftesën, urime për emisionin. Të falenderoj shumë. Çfarë përfaqëson censusi i shpendëve dhe pse organizohet çdo vit në rajon? Censusi i shpendëve ka shumë vite që zhvillohet në rajonin tonë, në krejt rajonin e Mesdhellit. Kjo kryesisht zhvillohet tek pjesa e ligatinave, ose liçeneve dhe lumenjve, në gjithë territorin e rajonit. I themi censusi i shpendëve dimërus, sepse jo të gjithë shpendët që ne shohim në liçenin e Shkodrës, Lumibona dhe Det janë shpendë që jetojnë këtu, por janë shpendë shtektar, që me lëvizjen e temperaturave nga rajoni veriut, ato kalojnë tek pjesa për të gjetur ushqim dhe për të shkuar në zonat që temperaturat janë më të larta. Dhe prandaj prekërisht liçeni i Shkodrës dhe Lumibona janë një ndër korridoret kryesore të shtektimit të shpendëve të rajonit. Nga kush organizohet ky census dhe kush merr pjesë në të? Ka mbi 10 vite që censusi i shpendëve ujor organizohet nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, me praninë e ekspertëve më të mirë shqiptarë dhe të huaj, të cilët ne asistojnë në çdo census në gjithë territorin e Shqipërisë dhe organizimi i tyre bëhet në drejtimin e ekspertëve më të mirë, si zotit Avlan Bimo. Pse censusi fokusohet më shumë dhe organizohet në periudhën e janarit? Sepse atëherë është periudha të cilët shpendët shtektar shtektojnë më shumë dhe lëvizja e tyre bëhet për gjetjen e ushqimit në zonat të ngrohta. Prandaj ajo është organizuar gjithmonë në periudhën e janarit, kryesisht në fundjava të shtunës ose të diela. A ka një domethënie të veçantë për shpend? Sigurisht se për të ditur rëndësinë që ka çdo lloj shpend është krejt ekosistemi që na shoqëron ne, nëse do të kemi një zonë të degraduar dhe një zonë ku mungesa e ushqimit është e vazhdueshme, prandaj prania e shpendëve nuk do të jenë aty. Pra çdo gjë që është lidhet me natyrën, çdo gjë është e rëndësishme sepse vetë ekosistemi, vetë natyra është një rregullatori më i mirë i çdo gjëje dhe prandaj funksionon në mënyrë të përjetshme dhe të përhershme me larminë e saj, sepse ne e dimë se aty ku nuk ka ujë, ku nuk ka shpend, nuk ka as jetë. Pra, në ndihmon këtë census të kuptojmë se sa i pastër ose sa në gjendje të mirë është mjedisi që ne po studiojmë? Sigurisht prania e shpendëve në ligatinat tona ka një domethënie të madhe, jo vetëm për mjedisin, por edhe për mënyrën se si e menaxhojmë dhe se si e ruajmë ne mjedisin. Sepse ne vitet e fundit po shikojmë një dukuri që jo shpesh e kemi shikuar në zonën e Shirokës dhe Zoja, po marrim zonën më të frekuentuar, kur tani pelikani kaçurrel po vallëzon me barketarët në liçenin e Shkodrës, që tregon qetësinë të cilën ai ka gjetur, një ndër shpendët e rrallë që ekziston në liçenin ton, dhe prania e tij dhe afrimi me njerëzit tregon se aty ka qetësi, sepse njerëzit janë energjizuar, tani nuk ngjojnë sa më pak krisma, vjen sa më pak rrezikun, sepse është një shpend, ai edhe shumë gjitha shpendet e tjerë, ata elementin e parë kanë rrezikun që kanë për jetën e tyre, për të mbrojtur. Dhe prania e tyre pranë njerëzve dhe pranë brigjeve tregon se ka filluar të gjejmë një qetësi mjaft të mirë në rajonin tonë, po flas vetëm për rajonin e Shkodrës ku ne jemi më të fokusuar. A ndikon ky census në marrjen e vendimeve për zonat e mbrojtura? Sigurisht, numri i shpendëve vit pas viti dhe jo vetëm i shpendëve, por dhe i specieve të cilat janë në liçenin e Shkodrës, ne na shtyn që në hartimin e planeve afatmesme ose afatgjatë të marrim masat, nëse kemi rëndje të gjejmë dukuritë se pse, nëse kemi rritje duhet të vazhdojmë atë rritje dhe duhet të krijojmë ato elemente dhe ato mundësi që të gjithë shpendët ndihen të qetë në praninë e tyre në këto ligatina. Pra do të thotë që prania e tyre, shtimi i numrit, na jep një siguri dhe ka një rregullim të ekosistemit dhe të krejt natyrës. Këtë vit nuk ka pak kohë që censusi është kryer, nuk e di nëse kanë dalur shifra apo rezultate, po krahasuar me vitet e tjera, ka një numër, një lëvizje të ndryshuar të shpendëve? Çfarë do thotë vetëm rezultati i censusit në ato ditë që ne realizojmë? Si me të kishme datat 17 e 18 janar,
Dhe jo gjithmonë është ndoshta ditët që ne numërojmë janë ditët të cilat kanë numrin më të lartë të shpendëve në liçenin e Shkodrës. Pra do thotë që janë shumë faktorë, bëhen nga faktorët atmosferik, prania e erës, temperaturave, mjegullës, fushpamjes, mundësisë aksesi, sepse këtë vit ne dimë që kishim një prani të shtuar të ujërave në liçenin e Shkodrës dhe aksesi në ato pika, në ato koordinata të cilat ne i realizojmë çdo vit numrin e censusit, ndoshta kanë qenë pa aksesuesme. Dhe në të raste ne marrim masat që të aksesojmë me varka, me praninë, me vitet e fundit kemi futur praninë e dronit duke ruajtur gjithmonë distancat që të kemi një evitim sa më të madh të zhurmave dhe shqetësimit të shpendëve gjatë numërimit me pjesën e dronit. Por nuk është të thënë vetëm fort numri atyre ditëve që kemi, ne shohim edhe numrin e tërësi. Sigurisht që ai ditë është një punë shkencore që bëhet nga specialistët dhe ka mjaft rëndësinë e saj, jo vetëm numri i shpendëve, por edhe numri i specieve të cilat janë të pranishme në rajonin tonë. A kanë ndikuar ndryshimet klimatike në jetën e shpendëve në vendin tonë? Sigurisht rritja e temperaturave mund të themi para 2 viteve kemi pasur një numër ndoshta më të ulët që ka ndodhur në një herë dhe kjo vinte sigurisht për rritjen jashtë normales të temperaturën e muajit janar, kur që nga Danubi e këtej nuk ishte askund ngrica dhe dëbor dhe shpendët nuk ishin që të lëvizin. Dhe në shtektimi i tyre u bashkë me mute. Ndoshta më themi para disa vite kemi pasur një ngrica që kemi pas ngrica deri në liçenin e Shkodrës dhe kur prania e tyre ka qenë jo e vogël, por gjendja shëndetësore e tyre ka qenë mjaft e dobët. Pra ndryshimi i shpeshtë i temperaturave, nga ngricat ekstreme tek ngritja e temperaturave jashtë normales për muajin dhjetor dhe janar ka edhe ndikimin e tij në habitatin e tyre të gjithë të shpendëve ujor. A kemi ndonjë zonë në Shqipëri ose cilat mund të jenë zonat në Shqipëri që kanë larmime të mëdha shpendësh? Fatmirësisht kemi Shkodrën dhe konkurrencën tonë të vetme kemi edhe Divjakën. Pa lanë mas dorët, mund të themi edhe pjesën e lagunë të Kune Bajinit dhe të gjitha lagunat e tjera në Shqipëri, por numri vitet e fundit ka qenë konkurrenca jonë ka qenë me Divjak Karavastat, në parkun e Divjak Karavastat. Pra do të thotë që rajoni i Shkodrës përveç gjitha bukurive të tjera që ka dhënë natyra me lumeli, qene, male, ujë, fusha, edhe prania e shpendëve dhe shumëllojshmërisë e tyre në rajonin tonë është mjaft e madh. Dhe shohim një ndryshim, ndoshta nuk është së shpesh si ekspertet mund të thonë jo moratoriumi i gjutisë ka dhënë efektin e tyre, jo krimi i administratës zonat mbrojtëse e cila merret me menaxhimin dhe aty bashkëpunimi, po për mu si specialist gjëja më kryesore dhe më pozitive që duhet ndodhë në gjithë rajonin për ta dashur natyrën dhe për ta mbrojtur atë është edukimi mjeditor. Po cili mund të jetë kërcënimi më i madh për shpend në rajonin tonë? Nëse mund ta quajmë si kërcënim. Po përmbytjet janë gjithmonë një pjesë rrezike, nëse kemi edhe përmbytjen në kohën e falizimit të tyre, pastaj nëse dëmtojnë vezët që në themel, ma është kërcënim. Gjutja pa lishme sigurisht në gjithë rajonin është një ndër kërcënimet që nuk duhet ndodhur më sepse ndoshta dikur gjutja edhe bisedat me gjuetarët e kanë pasion dhe duhen ta gjojnë. Por në fillimin e saj gjutja ka qenë bën për nevoja. Ndërsa sot është vetëm për sport. Pasion. Po nëse sot e bëjmë vetëm për sport dhe dëmtojmë një habitat të dhe e prishim ekosistemin dhe mjedisin brezave që të vinë, pastaj ajo nuk është diçka normale. Dhe për këtë arsye administrata e zonat mbrojtëse në Shkodër realizon shumë orë mjedisore në të gjitha shkollat që ndodhen brenda territorit, brenda dhe jashtë saj, për të rritur një brezëri që ta don natyrën. Nëse nuk e dom natyrën, nuk dom vetveten. Nëse s'kemi natyrë, s'kemi erë, s'kemi ujë, asgjë në këtë botë nuk kemi. Nëse ne do jetoshim, pse jetojmë njerëz në shkretir pastaj. Nëse nuk do të mirëmarrim natyrën tonë dhe çfarë rreziku tjetër jashtë janë edhe këto mjetet plastike, që një fenomen që na nxorrit keqen edhe këtë vit kur shirat e rrëmbyshën ndodhen gjitha njëkohësisht, gjitha alpet e Shqipërisë, çdo plastik që u hodh në majat e Alpeve përfundon në liçen, lumë dhe ndet, derisa bën një gangrene e tyre, por kjo është rrezik për shpendët, për gjallësat, për njerëzit, për ujin, për gjitha. Nëse do të hanë mbjetje plastike, pastaj jeta e tyre nuk është e sigurt më. Kështu që do të më bëni apel që ku do të hellim, edhe një bish cingaret, edhe një shishe, ku do ta hedhim, nuk ka rëndësi larg apo afër ujnave, me një shire parë ne vërtetuam që ato të gjitha përfundojnë si tek pjesa e
ujrave, peshqve, zogjve, shpendve, njerëzve të gjitha estetikës, bukurisë. Pra, asnjë gjë të mirë nuk kemi për një sekond që ne hedhim një shishe edhe nga dritarët e makinave që fatkeqësisht ende ka njerëz që bëjnë atë punë. A kemi në zonën e Shkodrës shpend që rrezikojnë të zhduken? Në listën e kuqet kur shpendet janë për pra lista e kuqet do të thotë atyre shpendëve dhe kafshëve që janë në listë për të mbrojtur. Krejt drejt zhdukjes nuk kemi. Ne mund të themi vetëm tek pjesa e kafshëve, ndërsa për mbrojtjen e saj që e kemi edhe simbol që kemi edhe të listë e kuqe kemi shqiponjën e malit. Që shumë fotografë të natyrës po arrin të fotografojnë për jo në atë nivele që duhet, pra do të thotë që ne do të kemi një vëmendje sa më të shtuar për mbrojtjen e saj. Ndërsa tek pjesa e kafshëve famsekër kemi një riçebullin e Ballkanit, që prania e tij në rajonin e Shkodrës është kryesisht në pjesën e Monellës dhe në Alpet shqiptare, por vitet e fundit nga pjesa e vendosjeve kamave kur thektymi kemi pas një numër të vogël dhe prani të vogël të saj. Këto dy element mund të jenë që janë kryesisht tek pjesa e Alpeve, shqiponja e malit dhe riçebulli i Ballkanit. Si mund të arrisim ndërgjegjësimin tek publiku për ruajtjen e natyrës? Për ruajtjen që të mos zhduken dhe të mos rrezikohen këto kafshë, këto shpend, ky ekosistem mos të prishet. E para duhet të ruajmë mjedisin, mos kemi prerje pyesh, që mos kemi gjuhë tepër kriter, jashtë sezonit me mjete ndaluara, dhe dyta mos ta ndosim mjedisin në asnjë ambient ku ne jetojmë, punojmë dhe zhvillojmë aktivitetet tona. Po një thirrje duhet edhe për institucionet që mos ta betonizojmë në kuadër të zhvillimit të turizmit masiv që vitet e fundit fatmirësisht Shqipëria ka pasur, por gjithmonë do të kemi një ekuilibër dhe duke balancë që kemi një zhvillim të qëndrueshëm edhe të turizmit, por edhe të ndërtimit. Nëse ne betonizojmë të gjitha përgjigjet e liçenit lumeve dhe pastaj pjesa ujore, sigurisht që ato efektet negative do të vijnë. E mund të themi edhe tek pjesa e prerjes pyve, mos menaxhimi i tyre sjell pasoja katastrofike deri në përmjet kryesore, sepse dimë se shkaku kryesor i përmjeteve përveç keq menaxhimit nëse ndodh, janë edhe erozionet që ndodhin nga shkaku i prerjes pyve. Nëse liçeni futet në UNESCO, sepse kohët e fundit është dorëzuar një dosje e cila mund të pranojë liçenin e Shkodrës në UNESCO, sa rëndësishme do të jetë kjo për biodiversitetin e saj? Do kemi ndryshime pozitive në këtë pjesë? Liçeni i Shkodrës është bërë aplikimi për të UNESCO me misionin Njeriu dhe Natyra. Që të thotë ne do të kemi më shumë një bashkëpunim me pjesën e Malizisë, sepse ne kemi një ekosistem të tërë dhe nuk e ndajmë sepse mjedisi nuk njeh kufi. Shpendet, peshqit, flora dhe fauna nuk ka kufi. Kështu që do rritet bashkëmenaxhimi i mirë me pjesën e Malit Zi, pavarësisht se ata kanë në një kategori më të lartë, si masi Ocernesa dhe janë park kombëtar, ne jemi park natyror. Do të kemi një përqasje më të mirë me thithjen e fondeve dhe mundësive të kemi implementimin e programeve të ndryshme në liçenin e Shkodrës dhe zonat përreth, do të jenë një ndër aktorët dhe faktorët kryesor për rritjen e të ardhurave dhe të banorëve që jetojnë rreth liçenit të Shkodrës, duke ruajtur gjithmonë balancat me mjedisën dhe me ekosistemin. Sepse nëse shpesh herë janë hartuar plane, programe, plane menaxhimit integruar, bashkëpunime me pjesën e Malit Zi, por në shumë raste duhen me fondet, të cilat kanë munguar. Nëse ne bëmi pjesë e këtij rrjeti, pastaj mundësia e aplikimit për programe të ndryshme është gjithmonë më e madhe. Pra një kompleksiter nëse ne jemi, si besoj që do të finalizohet me sukses pasi dosja është dorëzuar me këtë program në Njeriu dhe biosfera, liçeni i Shkodrës do të kenë një status më të lartë. Jo vetëm nga ana ligjore ose shkresore, por një status më të lartë edhe nga ana e krejt ekosistemit të tij dhe shfrytëzimit maksimal të tyre në fushën e turizmit, por duke pasur parasysh rritjen e balancave dhe menaxhimin e qëndrueshëm të saj. Të falenderoj shumë që ishe me mua këtë mëngjes. Je gjithmonë i mirëpritur në Info Plus, në Star Plus Televizion. Faleminderit ju dhe faleminderit që merreni me tema si shumë njerëz deri para pak kohë kanë gjuajtur tabu, nëse do të merresh me një shembull thoshin ama se i zog është vrarë, ama se i dro është pre. Por realisht kena nevojë që të rritet energjia, që ta duam mjedisin, ta duam natyrën. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe të gjithëve ju që ishit me ne deri në këtë moment. Takimi radhës në Info Plus së bashku nesër.